sepse keni qenë prapasken gjithmonë për të përgatitur gjithë ato që kanë qenë të nevojshme, sidomos në aspektin ligjor që është kogja një përgjegjësi e madhe. Si më thonë, një ëndër që e jetojshim e që nuk besojshim që jena pjesa asaj ëndre. Kur ka qenë lufta, ne kemi qenë 15 vjeçar. Unë kam qenë 15 vjeçar, 16 vjeçar në vitin 99, jam I lindur në vitin 1983. Edhe me qenë ëndra jonë për me kanë të lirë, natyrisht vullneti jashtëzakonshëm, elani që kishim për mbrenda, shpesh herë bëjshin që ndoshta emocionet as mos më mendu as lodhjen, as gjë tjetër. Dhe me qenë atë kohë jam mirënjohës, jam falënderues Zotit mas pari që më ka zgjedhur me kanë në atë kohë pjesë e një institucioni të rëndësishëm siç ka qenë Presidenca e Republikës Kosovës, por jam mirënjohës edhe presidentit Sejdiu që më ka ofruar ekipin e tij, sepse në fakultet juridik vetëm në gjenerat time kemi qenë 600 studenta. Ka mund ta zgjedh këdo nga ata studentat vet, por ma ka dhënë këtë shansë dhe unë jam sot këtu sepse e kisha atë shansë atëherë. As nuk kishte ndonjë interes për meje, as nuk kishte ndonjë lidhje familjare me mua, thjesht besoj te një djalë I ri që ishte kthy prej Italisë dhe që kishte ëndra me punu për vendin e vet. Dhe kur e kujtoj sot dhe sa më shumë që kalon kohë, e shoh se sa madhështor ka qenë ky gjest. Dhe e shoh se sa e rëndësishme është që ne kurdo që jemi në institucione publike, po jo vetëm në institucione publike, edhe në kompani private, nëse shohim një tre që ka ëndër, që ka ambicie, që ka vullnet për të punuar, do të hapim rrugën, nuk do të bëhemi pengesë. Zahiri, a ka pasur debat në atë kohë, pra para se të shpallej pavarësia, sepse shpesh herë përmendet kjo temë, se kush duhet ta lexojë deklaratën e shpalljes pavarësisë, pra presidenti apo kryeministri, a ka diskutuar ndonjëherë këtë zoti Sejdiu? Presidenti Sejdiu ka një personalitet jashtëzakonshëm, ai do ta tregoj këtë tregim vetë dhe unë nuk dua që të ndërhyj as pak, por natyrisht I ka takuar atij, por po ashtu ka qenë një kohë kur njerëzit për inate të vogla mandej humshim një më të madh. Presidenti Sejdiu kur nuk ka qenë prej atyre njerëzve që për një, si më thon, çështje të vetën personale, një ego, të rrezikohet diçka më e madhe. Imagjinoni, është shpall pavarësia e Kosovës dhe gjithë ato shtete e kanë njohur, por shifni çfarë po ndodh sot në botë. Po të shtyhej edhe pak pavarësia e Kosovës. Po të kishim një krizë botërore më të madhe, po të kishim një Rusi më të fortë. A do të mundim ne ndonjëherë të rrinim të bëheshim pavarur siç jemi sot, sepse shohim çfarë po I ndodh Ukrainës me gjithë atë histori, ose e pam çfarë ndodhi Sirisë, që ka qenë shtet me traditë, apo edhe vendeve të tjera ku forcat si Rusia, që është kundërshtar historik I jonë, I pavarësisë tonë, e që e ka aleat Serbin, çfarë do të mund të bënte në Kosovë. Pra presidenti Sejdiu nuk e kishte kurrë egon e tij personale më të madh se sa interesin e shtetit dhe për këtë është inspirim për mua. Për këtë është inspirim edhe për shumë e shumë gjëra tjera.